Sot fillojmë vlogun e parë. Përshëndetje, unë jam Henry, edhe mirë se erdhët. Kam menduar se do jetë diçka shumë interesante, duke marrë parasysh se do rinovohet një shtëpi e tërë, edhe po mendoja që ta dokumentoja të gjithën. Shtëpia që do rinovojmë është me vlerë emocionale për ne. Është shtëpia që ka patur gjyqe. Gjendja e shtëpisë është shumë e keqe realisht. Do ju tregoj pak për momentin. Fillojmë që nga hyrja. Shikojmë që kemi lagështirë gjithandej. Çdo gjë do hidhet poshtë. Janë vetëm gjë që do mbahet nga kjo shtëpi është frigoriferi. Kjo do hidhet sot në tokë. Do ta bëjmë me babin. Çdo gjë do bëhet nga fillimi. Ka realisht shumë punë, ka patur një problem me rrjedhjen nga komshiu ma tanë, edhe do rregullohet rrjedhja, edhe çdo gjë do rinovohet. Mirë, po do fillojmë normalisht nga gjërat e vogla. Ja ku janë këtu gotat. Me zor e gjetëm këtë letrën se nuk ka gazeta. Gjeta dhe një djalë në përshkallë që bënte vendos reklama në përdyrë, edhe i thash mjete ca nga këto gazetat. Edhe bukur është se ata duhet t'i shpërndajnë edhe jo thjesht i lënë diku. Edhe tha t'lutem mama më futi në shtëpi se do më bëjmë problem. Edhe tani jemi detyruar që çdo gjë ta paketojmë. Do hiqet edhe ky dollapi këtu. Çdo gjë do hiqet, edhe do bëhet nga fillimi. Besoj se do shihemi prap. Ka goxha punë këtu, kështu që edhe unë këtë punë do kem. Shihemi. Ata që punojnë shumë, hanë shumë. U krye dita e parë për sot, na kanë ardhur edhe përforcime. Thuaj përshëndetje Diti. Edhe Klei këtu. Erdhën çuna dhe na ndihmuan, edhe kryejm ditën e parë për sot. Kaq ishte dita numër 1. Shikohemi ditën numër 2. Peace out.